nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Hapja e sesionit të parë plenar të Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2026 është shoqëruar me tensione dhe kaos të dukshëm. Deputetët e Partisë Demokratike pushtuan foltorin e Kuvendit menjëherë pas nisjes së seancës duke kërkuar dorëheqjen dhe përballjen me drejtësinë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në vetëm 30 minuta seanca u shoqërua me tensione të larta, ndërprerje të fjalimeve dhe diskutime të nxehta mes grupeve parlamentare. Seanca e parë plenare në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2026 u karakterizua nga tensione dhe kaos pasi deputetët e Partisë Demokratike pushtuan foltoren si reagim ndaj pranisë së zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Për të nënvizuar disa nga prioritetet dhe objektivat e këtij sesioni të ri. Të nderuar kolegë deputet, uluni të vazhdojmë sepse është Opozita konsideroi pjesëmarrjen e saj si provokim dhe kërkoi dorëheqje të menjëhershme dhe llogaridhënie për çështje që lidhen me përgjegjësitë institucionale të Ballukut. Grupet parlamentare të Partisë Demokratike dhe Televizje Socialiste për Integrim vendosën të protestojnë duke bllokuar foltoren dhe duke kërkuar transparencë dhe përgjegjësi të menjëhershme nga mazhoranca. Niko, jeni damkosur sot, pas Edi Ramës si provokatori më i madh i qytetarëve shqiptar. Dhe flaka e këtij provokimi do të bjerë edhe mbi ju. Hapuni mos u bëni maske saj. Prania e Belinda Ballukut në këtë sallë sot, kur duhet të ishte dorëzuar para drejtësisë, është një krim, jo vetëm kushtetues nga ana juaj, por edhe një krim penal. Zoti Peleshi, sepse keni bërë çdo përpjekje, mafioze, Mafioz është pak. Që zëvendës kryeministrja t'i dorëzojë drejtësisë, kini vullnetin. Të mos bëheni mburoj. Turpi juaj. Ta shohim kamerën pak atë. Turp. Deputetët opozitar theksuan se pranimi i Ballukut në seancë është i papranueshëm, por nuk duhet të pengojë funksionimin normal të Kuvendit. Nga ana e saj, mazhoranca insistoi se seanca do të zhvillohet sipas rendit të ditës dhe nuk do të tolerohen ndërhyrje që pengojnë debatet parlamentare. Edhe ndaj këtij lajmi të mirë për Shqipërinë, për emrin e Shqipërisë, për emrin e shqiptarëve kudo nëpër botë, u ngrit përsëri armata e qyqarëve, të cilët që nga e shtuna ndark filluan të bërtasin, të kërthasin. Në fillim thanë që s'ka ftesë. Ku është ftesa? Na jepni ftesën, duam ftesën. Pastaj, kur doli ftesa, thanë që janë të gjitha vendet anëtare të OKB-s. Menjëherë pas përfundimit të punimeve të seancës së parë parlamentare për këtë vit jashtë Kuvendit të Shqipërisë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi kritikoi ashpër drejtimin e seancës dhe vendimet e kryeparlamentarit të cilin e akuzoi për bunkerizim të Kuvendit. Sipas Bardhit, Kuvendi po përdoret si mburoj për zyrtar të korruptuar, ndërsa lejimi i pranisë së zëvendës kryeministres Belinda Balluku në sallë përbën sipas tij një provokim të drejtpërdrejtë nga mazhoranca dhe kryeministri Edi Rama. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dënoi sjelljen e kryetarit të Kuvendit që ka zyrtarizuar bunkerizimin e Kuvendit në emër të korruptuarve dhe dënoi provokimin e urdhëruar nga Edi Rama. Kuvendi i Shqipërisë nuk mund të jetë kurrë streha e të korruptuarve, por duhet të shërbejë interesit të qytetarëve dhe barazisë para ligjit. Bardhi i bëri thirrje drejtuesve të Kuvendit të mos vonojnë mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe të mos pengojnë më tej sipas tij proceset e drejtësisë që lidhen me kërkesat e SPA. Në të njëjtën linjë ishte edhe kreu i Partisë Mundësia Agron Sheha, i cili foli për media duke cilësuar situatën në Kuvend si të turpshme dhe duke akuzuar mazhorancën se po përpiqet të shmangë drejtësinë. Vazhdon turpi në parlament. Në sallë është e pranishme edhe Belinda Balluku, për të cilën SPAK ka kërkuar arrestin. Po përdori një letër si shpëtim nga drejtësia, por kjo është thjesht një mashtrim. Ndërkohë edhe deputeti Blushi reagoi ashpër nga foltorja duke cilësuar turp sjelljen e mazhorancës dhe kryeparlamentarit për mos kalendarizimin e votimit për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Kjo që po bëni sot është një provokim jo vetëm ndaj opozitës, por ndaj gjithë qytetarëve shqiptar. Nuk mund të bëheni mburoj e korrupsionit.
Kini vullnetin ta dorëzoni para drejtësisë dhe të mos mbani mbi vete këtë turp. Tensionet politike pritet të vijojnë edhe në seancat e ardhshme, ndërsa opozita paralajmëron se nuk do të lejojë funksionimin normal të kuvendit për sa kohë sipas saj institucionet po përdoren për të mbrojtur zyrtar të dyshuar për korrupsion. Presidenti i Republikës Bajram Begaj është drejtuar kuvendit me një mesazh për nisjen e sesionit të ri parlamentar duke kërkuar dialog dhe bashkëpunim politik. Kreu i shtetit theksoi se përmbushja e reformave për integrimin evropian kërkon përkushtim maksimal dhe shmangje të konflikteve politike. Në hapje të sesionit të ri parlamentar, presidenti Bajram Begaj u bëri thirrje deputetëve që të përqendrohen në mënyrë të vendosur te prioritetet kombëtare, duke vendosur procesin e integrimit evropian mbi çdo rivalitet politik. Kreu i shtetit theksoi se përmbushja e agjendës së Bashkimit Evropian nuk mund të trajtohet si një çështje konkurruese mes palëve, por si një detyrim i përbashkët institucional. Për afrimi i legjislacionit dhe plotësimit të prioritetit i agjendës së Bashkimit Evropian nuk mund të ketë konkurrencë. Ai kërkon përgjegjësi dhe përkushtim të vërtetë, kërkon reforma të thella dhe punë intensive. Procesi parlamentar në këtë drejtim nuk garanton dot sukses nëse vëmendja shpërqendrohet, nëse ligjërimi parlamentar humbet rrugën, nëse bashkëpunimi ngec, nëse debati humbet fokusin nga interesi kombëtar dhe nëse rezultatet vonojnë. Në rrugën drejt familjes europiane ne nuk kemi kohë për të humbur dhe as energji për të shpërdoruar. Presidenti thekson se qytetarët presin nga përfaqësuesit e tyre një klim politike më konstruktive, më me pak përplasje dhe më shumë zgjidhje konkrete. Ai nënvizoi se parlamenti duhet të prodhojë ligje cilësore, të ushtrojë një mbikëqyrje efektive mbi qeverisjen dhe të zhvillojë një debat politik të ndershëm dhe të ndërgjegjshëm. Ata presin ligje cilësore, mbikëqyrje mbi qeverisjen, si dhe një debat politik të ndershëm. Në këtë ekuilibër rolesh secili ka përgjegjësinë e vet. Demokracia nuk mund të funksionojë pa ekuilibër dhe pa respekt reciprok. Ky sesion përballet me nevojën që politika të konfirmojë mbështetjen për drejtësinë. Politika duhet të jetë krenare kur drejtësia vepron kundër korrupsionit, krimit të organizuar, kur drejtësia tregon pavarësi, integritet, profesionalizëm dhe kur qytetarët marrin drejtësi sipas standardeve europiane. Kreu i shtetit i cilësoi gjithashtu reformën zgjedhore dhe atë territoriale si dy nga sfidat kryesore që kuvendi duhet adresojë gjatë këtij sesioni parlamentar. Ai theksoi se zgjidhja e këtyre reformave kërkon vullnet politik, dialog të sinqert dhe përgjegjësi të lartë institucionale në mënyrë që Shqipëria të ecë përpara pa humbur kohë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kryediplomatja Elisa Spiropali tha se ftesa e presidentit Trump për Shqipërinë në bordin e paqes për Gazën është një njojë direkte për lidershipin e kryeministrit Edi Rama. Ai shtoi se lajmi ka nxitur interpretime të gabuara nga kundërshtarët politik. Spiropali theksoi se zhvillimi dërgon mesazhin se në politikën ndërkombëtare nuk vendosin mallësia apo demografia, por autenticiteti dhe kontributi ndaj paqes dhe stabilitetit. Kryediplomatja Elisa Spiropali ka komentuar ftesën që presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë Shqipërisë për të qenë pjesë e bordit të paqes për Gazën. Sipas Spiropalit, kjo ftesë përbën një vlerësim të drejtë për rolin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe për kryeministrin Edi Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i këtij bordi. Nuk ka dyshim se ftesa e presidentit Amerikës është edhe një vlerësim i drejt për lidershipin e kryeministrit Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i bordit paqes. Ajo shtoi se lajmi është përdorur gabimisht nga kundërshtar politik për të krijuar konfuzion mbi politikën amerikane ndaj Shqipërisë. Por besoj se kjo ftesë është e mjaftueshme për të zhbërë të gjitha fabrikimet që kanë qarkulluar kohët e fundit lidhur me qasjen e administratës së presidentit Trump ndaj qeverisë tonë apo vetë kryeministrit, cilat kulmuan me agresionin dezinformues ndaj vendimit të brendshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rishikuar politikën e vizave të qëndrimit e lejeve të punës në Amerikë për gati gjysmën e vendeve me të cilat SBA-t kanë marrëdhënie diplomatike. Të gjithë ata që pas një përgjegjshmëri publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim gënjeshtrën se vendimi në fjalë na lidhej me ndërshkimin e narkoshtetit të tyre imagjinar, e kanë marrë përgjigjen as më shumë
dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump, i cili ka nënshkruar në letrën e tij se Shqipëria është një partner i mrekullueshëm dhe Edi Rama është një udhëheqës i respektuar botërisht. Jam e hapur për pyetje. Kryediplomatja theksoi rëndësinë e këtij zhvillimi në kuadër të rishikimit të ligjit për shërbim të jashtëm dhe rolin e vendit në politikën ndërkombëtare. Tesa ky zhvillim dërgon gjithashtu mesazhin e Amerikës së Re se në politikën ndërkombëtare të sotme madhësia gjeografike apo demografia e një vendi nuk është faktor përcaktues, po vlen mbi të gjitha autenticiteti, koherenca dhe aftësia për t'i kontribuar paqes, stabilitetit dhe sigurisë, çka Shqipërisë ja njohin e çmojnë të gjithë prej vite tani më, në Tiranë plas marazi e marrin dhen lloj-lloj tregimesh me miliarda dollar që do paguhe kemi për bordin, me palestinezë që do i sill kemi në Shqipëri në këmbim të prezencës son në bord. Ajo premtoi se gjatë vitit 2026 Shqipëria do të intensifikojë aktivitetin diplomatik për të arritur objektivin e mbylljes së negociatave dhe anëtarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi Edi Ramën për projektin Smart City, që sipas tij synon të vendosë 5.000 kamera në 20 qytete për survejimin e qytetarëve. Ai reagoi ndaj deklaratave të mazhorancës për të vijuar vetë reformat zgjedhore dhe territoriale. Berisha konfirmoi gjithashtu se Partia Demokratike nuk ka bojkotuar parlamentin dhe do të jetë aty për të përfaqësuar qytetarët. Në konferencën për shtyp të zhvilluar sot në selinë e Partisë Demokratike, Berisha sulmoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për projektin Smart City. Ai e përshkroi projektin si një mjet për të survejuar qytetarët shqiptar, duke parashikuar instalimin e 5.000 kamerave inteligjente në 20 qytetet më të mëdha të vendit. Tani me Smart City, Edi Rama kompleton survejimin më të paligjshëm dhe më total të qytetarëve shqiptar të çdo lëvizjeje të tyre. Por ky projekt, i cili është i tëri vendosje Shqipërisë, qytetarëve të saj në kontroll total, është njëkohësisht një projekt fund e krye korruptiv. Kostot e projektit të tërësi rezultojnë krahasuar me zbatimin e tyre në vende të tjera, rezultojnë të paktën 10-12 herë më të larta. Në Bengalore, pra i bie rreth 15 herë më shtrejt projektin në Shqipëri, po të kemi parasysh se këtu as 2 milion banor nuk janë dhe projekti kushton 157 milion euro. Berisha ju përgjigj gjithashtu deklaratave të mazhorancës, ku kreu i grupit parlamentar socialist ripërsëriti vendosshmërinë për të vijuar reformat zgjedhore dhe territoriale pa opozitën. Kryetari i PD-s theksoi se qytetarët do të japin përgjigjen e tyre në 24 janar. Asnjë përgjigje përveç asaj që do japin shqiptarët me 24 janar taos famshëm të krimit dhe Edi Ramës. Ata kanë aneksuar parlamentin dhe qytetarët shqiptar do të thonë fjalën e tyre. Kjo është përgjigja ime. Në fund, Berisha nënvizoi se Partia Demokratike nuk ka bojkotuar parlamentin dhe do të jetë e pranishme në seancë për të qenë zëri i qytetarëve, duke mbajtur një qëndrim aktiv opozitar brenda institucioneve ligjvënëse. Ish kryeministri Sali Berisha vazhdon të shfrytëzojë masën e sigurisë për paraqitje në SPAK për qëndrime politike dhe kritike. Ai sulmoi gjykatën kushtetuese lidhur me vendimet për arrest në shtëpi dhe komentoi aksionin ndaj call centerave. Berisha gjithashtu mbrojti kërkesën e tij për të thirrur kryeministrin Edi Rama si dëshmitar në procesin Partizani. Ish kryeministri Sali Berisha është paraqitur sërish në SPAK duke respektuar masën e sigurisë që e detyron të shkojë 2 herë në javë në organin akuzës. Megjithatë, ky takim i fundit nuk ka shërbyer vetëm për detyrime ligjore, por dhe për të shprehur qëndrime politike dhe kritika ndaj institucioneve. Call center i cili u kontrollua sipas hetimit që kanë bërë me agjentët e vet, vidhte në muaj të paktën 30 milion euro. Çdo qendër për çdo kompjuter paguan tarifa zyrtarëve të policisë, të cilët mbyllin syt para një veprimtarie të tillë
Berisha sulmoi gjykatën kushtetuese lidhur me vendimin për arrest shtëpie, duke cilësuar atë si një seksion të Partisë Socialiste. Ai komentoi gjithashtu koaksionin e policisë ndaj call centerave, duke vënë në pikpyetje mënyrën e operimit dhe objektivat e hetimit. Gjykata kushtetuese në një vendim të kodur, partjak, shpalli jo kushtetuese vendimin ndaj meje, por nuk e shfuqizoi atë. Nuk e shfuqizoi duke pretenduar se nuk është më në fuqi, por në fuqi janë pasojat e tij. Dhe vendimi në çdo doktrinë, përveç se atë të partisë së krimit, vendimi duhej shfuqizuar. Në kuadër të procesit partizani, Berisha mbrojti kërkesën e mbrojtjes së tij për të thirrur kryeministrin Edi Rama si dëshmitar, duke argumentuar se prania e tij do të ishte e rëndësishme për sqarimin e disa çështjeve të procesit. Gjykata e posaçme shtiu seancën paraprake për dosjen ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe të pandehurve të tjerë. Shkaku bë kërkesa e avokatës të caktuar kryesisht, e cila kërkoi kohë për të njohur me aktet e dosjes. Gjykata miratoi gjithashtu kërkesën për takimin e saj me Veliaj në ambientet e paraburgimit. Seanca paraprake për dosjen penale ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe personave të tjerë të pandehur u shtyk të hënë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shkak për shtyrje u bë kërkesa e avokatës së caktuar kryesisht për Veliajn, Valentina Teodorescu, e cila deklaroi se nuk ishte patur mundësi të përgatiste mbrojtjen. Gjatë seancës, Teodorescu parashtroi se kishte qenë jashtë vendit dhe ishte kthyer në Shqipëri vetëm një ditë më parë, duke kërkuar kohë shtesë për të njohur me aktet e dosjes. Po ashtu ajo kërkoi autorizim nga trupa gjykuese për të takuar me Erion Veliaj në ambientet e paraburgimit me qëllim konsultim për strategjinë e mbrojtjes. Të dyja kërkesat u pranuan nga gjykata. Revokoi atë vendim dhe i dha mundësinë që avokatja Teodorescu të takohet në JVP Durrës mbi një autorizim të lëshuar nga gjykata e posaçme dhe pas kësaj të vazhdoi procedimi në datën e caktuar. Kujtojmë se në seancën e datës 12 dhjetor 2025, kryebashkiaku i Tiranës vendosi të mos përfaqësohej më nga avokati Artan Gjermeni. Prezenca e këtij të fundit në seancën e sotme u sqarua prej tij si një angazhim procedurial i lidhur me fazat e mëparshme të çështjes. Çdo person ka drejt ta revokojë avokatin e vet, po avokati vet rri në detyrë, vazhdon funksionet e veta derisa të vazhdojë avokati i caktuar nga shteti. Pra unë jam prezent, kam të drejtë bëj çdo lloj pretendimi derisa të filloj funksionet avokati e caktuar kryesisht. Në momentin që ajo fillon funksionet, unë nuk jam. Seanca e radhës pritet të zhvillohet pas përfundimit të afatit të dhënë për njohjen me aktet, ndërsa GKK do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim ose jo. Altin Doci është dërguar 4 herë në spital nga 2020 deri në fund të 2024, ndërsa vetëm nga tetori 2025 ai është transportuar 5 herë. Sipas dosjes hetimore, 3 transportimet e fundit kanë qenë në përgjegjësinë e drejtorit të burgut Indrit Sërloj. Hetuesi dyshojnë se këto transportime janë shfrytzuar për takime të fshehta dhe për planifikimin e aratisjes së tij. Dosja hetimore mbi aratisjen e Altin Docit nga burgu i Durrësit tregon një model transportimesh të shpeshta drejt spitalit të qytetit. Nga viti 2020 deri në vitin 2024, Doci është dërguar 4 herë në spital, ndërsa vetëm nga tetori 2025 deri në momentin e aratisjes me 13 janar 2026, ai është transportuar 5 herë. 3 transportimet e fundit në 26 nëntor, 18 dhjetor 2025 dhe 13 janar 2026 janë realizuar në përgjegjësinë e drejtorit të burgut Indrit Sërloj, ndërsa 2 të parët kanë qenë në ngarkem të Erviz Dedej dhe Edmond Labani. Hetimet kanë nxjerrë në pa ndërveprime të dyshimta mes kryeinfermierit Aulon Çuku dhe drejtorit Sërloj, si dhe veprime të neglizhencës nga drejtues të tjerë të burgut. Prokuroria dhe Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve dyshojnë se transportimet e shpeshta mund të jenë shfrytzuar nga Doci për takime me persona të tjerë, gjatë të cilave ai ka planifikuar dhe më pas realizimin e aratisjes së tij. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësinë e të gjithë zyrtarëve të përfshirë.
Në gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit i zhvillua seanca për Leonard Dukën dhe pjesëtarët e grupit të tij të akuzuar për organizimin dhe vrasjen e ish policit Santiago Malco në gusht të vitit 2019. Avokatja e të pandehurve, Melina Gjeta, hodhi poshtë provat e SPAK duke i cilësuar të palishme dhe të pabazuara nën presion. Në seancën e zhvilluar këtë të hënë në gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u trajtua çështja penale ndaj Leonard Dukës dhe anëtarëve të grupit të tij, Fatmir Hyseni, Musai, Aleksandër Maxhaku, Dritana Gai, Erliz Duka dhe Oltion Loga. Leonard Duka akuzohet për organizimin dhe vrasjen e ish policit Santiago Malco, ngjarje e cila ndodhi në gusht të vitit 2019 dhe e rënditi opinionin publik. Avokatja mbrojtëse të pandehurve, Melina Gjeta, gjatë konkluzioneve përfundimtare hodhi poshtë provat e paraqitura nga SPAK. Sipas saj, disa dëshmi janë marrë në presion dhe nuk mund të përdoren në gjyq, ndërsa transkriptet e Sky ECC nuk përbëjnë prova të ligjshme sipas legjislacionit shqiptar. Ajo kërkoi lirimin e të gjithë pandehurve duke argumentuar se materiali ofruar nga prokuroria nuk mund të mbështesë dënime të rënda. Në fjalën e tij para gjykatës, Leonard Duka mohoi të gjitha akuzat. Ai deklaroi se është i pafajshëm dhe se prokuroria nuk posedon asnjë fakt që të provojë përgjegjësinë e tij. Sipas Dukës, policia ka montuar materiale kundër tij për të dëmtuar imazhin e tij, duke shtuar se ka besim te drejtësia dhe procesi gjyqësor. Seanca u ndoq edhe nga familjarët e të pandehurve, si dhe nga familja e viktimës Santiago Malco. Ema ish policit të vrarë kërkoi dënim maksimal, duke deklaruar se Leonard Duka duhet të marrë dënim me vdekje dhe se humbja e djalit të saj ka qenë e qëllimshme. Më sodhi Erliz Dukën dhe Ilir Selmanin dhe më tha se s'kam gjë me Santin, por doli dhe më vrau djalin në mes të rrugës, u shpreh ajo me lot në sy. Gjyqi pritet të përmbyllet në datat në vijim, ndërsa vendimi i gjykatës përfundimtare pritet të shpallë së shpejti duke vendosur fatin e Leonard Dukës dhe pjesëtarëve të grupit të tij në një nga çështjet më të ndjekura nga opinioni publik në vend. Një rëshqitje e madhe toke ka goditur fshatin Spathar në Librazh duke shkaktuar dëme në banesa, rrugë dhe tokë bujqësore. Situata më kritike paraqitet në lagjen Hoxha në zonën e ish depos së ujit të qytetit. Autoritetet kanë urdhëruar evakuimin e banorëve dhe ofrojnë qira të kompensuara për një vit. Një rëshqitje e madhe toke ka goditur fshatin Spathar në Librazh duke shkaktuar dëme në banesa, rrugë dhe tokë bujqësore. Fenomeni është përshkallëzuar gjatë një ore, duke ripërsëritur zhvendosjen e masave të mëdha të tokës dhe duke dëmtuar 10 shtëpi. 7 prej tyre kanë mësuar dëmtime të rënda. Situata më problematike paraqitet në lagjen Hoxha dhe në zonën ku më herët ndodhej depoja e furnizimit me ujë, duke rritur ndjeshëm rrezikun për banorët dhe objektet në infrastrukturë. Autoritetet vendore kanë kërkuar evakuimin e banorëve të prekur, duke siguruar për ta banesa me qira për një vit, ku qiraja do të kompensohet nga bashkia. Fshati Spathar, i njohur për probleme gjeologjike, është përballur më herët me fenomene të ngjashme, gjë që e bën këtë zonë veçanërisht të ndjeshme ndaj rrëshqitjeve të tokës. Një 31 vjeçar nga Kuksi u arrestua nga policia në kuadër të operacionit Relay 3 për ndihmë në kalim të palishëm të kufive. Ai u kap në flagrancë duke transportuar 6 emigrantë nga Egjipti në rrugën e vjetër të Rinasit. Në automjetin e tij u sekuestruan 2 celularë dhe vetura, ndërsa hetimit përfshin edhe persona të tjerë të përfshirë. Specialistët e sektorit të hetimit të trafiqeve të palishme me koordinim në Prokurinë e Tiranës finalizuan operacionin Relay 3, duke arrestuar një 31 vjeçar me iniciale KG banues në Kukës për veprën penale të dhënies së ndihmë të shtetasve të huaj për kalim të palishëm të kufive. Ai u kap në rrugën e vjetër të Rinasit ndërsa transportonte me automjet 6 emigrantë nga Egjipti kundrejt pagesave. Policia bëri me dije se automjeti i përdorur dhe 2 celular u sekuestruan si provë materiale. Hetimet për këtë rast vijojnë me qëllimin intensifikimin dhe ndëshkimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Ky arrest vjen pas një hetimi të ndjekur me metoda speciale që evidentoi mënyrën e organizimit dhe rrugët e përdorura për kalimin e palishëm të emigrantëve nga Tirana drejt Kuksit dhe më pas në vendet e Bashkimit Evropian. Eci me të tjera zhvillime, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur rinumërim të plotë të votave për kandidatët në 28 komuna në Kosovë. Vendimi u mor pas evidentimit të mospërputhjeve të theksuara
Gjatë procesit të rinumërimit të pjesëshëm, njëkohësisht KQZ-ja ka vendosur shkarkimin e përfaqësuesve politik në Komisionin Komunal Zgjedhor të Prizrenit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë një hap të fortë për garantimin e integritetit të procesit zgjedhor, duke vendosur rinumërimin e plotë të votave për kandidatët për deputetët në 28 komuna të vendit. Vendimi vjen pas analizimit të rezultateve për rinumërimin e pjesëshëm, ku janë konstatuar diferenca të konsiderueshme me votat e kandidatëve, duke ngritur dyshime mbi saktësinë e numrit fillestar. Kreu i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, bëri të ditur se në komunën e Prizrenit janë të evidentuar devijimet më të mëdha, çka ka çuar edhe në vendimin për shkarkimin e përfaqësuesve politik në Komisionin Komunal Zgjedhor të kësaj komune. Sipas tij, përgjegjësia institucionale kërkon masa të mjehershme për të rikthyer besimin e qytetarëve në proces. Fillimisht, KQZ-ja kishte vendosur që në 28 komuna të rinumëroheshin vetëm 10% e vend votimeve, ndërsa në 10 komuna të tjera të kryej rinumërimi plot. Megjithatë, pas zbulimit të mospërputhjeve gjatë këtij procesi, institucioni vendosi zgjerimin e rinumërimit në të gjitha vendvotimet e këtyre komunave. Vendimi i marrë me 19 janar lidhet drejt për drejt me zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura me 28 dhjetor 2025. Pas publikimit të këtyre zgjedhjeve, partitë politike dhe organizata shoqërisë civile kanë kërkuar unanimisht rinumërimin e plotë të votave, duke konsideruar këtë proces të domosdoshëm për transparencë dhe legjitimitet zgjedhor. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 20 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në jug do të ketë vranësira më të shpeshta. Paraditja do të jetë e kthjellët në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave në jug të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 7 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 20 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 20 janar do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 3 deri në 9 gradë Celsius. Kukës, -1 deri në 4 gradë Celsius. Peshkopi, 0 deri në 4 gradë Celsius. Tiranë, 6 deri në 11 gradë Celsius. Durrës, 4 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj, 2 deri në 11 gradë Celsius. Elbasan, 3 deri në 9 gradë Celsius. Berat, 4 deri në 10 gradë Celsius. Korçë, -6 deri në -1 gradë Celsius. Vlorë, 5 deri në 11 gradë Celsius. Gjirokastër, 2 deri në 7 gradë Celsius. Sarandë, 6 deri në 10 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 20 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, duke sjellë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurtra kthjellimesh. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica, ndërsa pasditja sjell rritje të lehtë të temperaturave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 20 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 20 janar do të jetë rreth orës 6:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -5 deri në 5 gradë Celsius.
Podujev, -6 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, -4 deri në 4 gradë Celsius. Pej, -3 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë, -3 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov, -3 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, -4 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan, -5 deri në 4 gradë Celsius. Ferizaj, -4 deri në 4 gradë Celsius. Kaçanik, -4 deri në 2 gradë Celsius. Suhare, -4 deri në 6 gradë Celsius. Prizren, -5 deri në 4 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.